ju lutëm, disa element. Intim Agasi. Kjo është eskorta e Edi Ramës. Pas ti shkon Intim Agasi. Ja, kjo është Range Rover i Intim Agasi. Brënda në eskort të Edi Ramës. E mërë me vetaj. E keni parasysh për të më dhe. Në eskortën e kryeministrit, udhëton, i rrethur nga i mbrojtur, Intim Agasi. Vazhdojmë më tutje. Po, ja tani se tani dalë ma qarë. Ja ku i keni. 4-4-4. Targat 4-4. Janë 2 makinat Intimit. Janë 2 makina. Të dyja ishin në eskortë. Tjetër tani. Pak më sipër, ja. Emri Agasi. Vazhdo më sipër. Tani shqipti pak të gjobat. Vendi i gjobës së targës ku janë targat? Po, të targës, janë gjitha këta, targës 444 AA, është vendi i gjobës, atje ku duhet. Ejda Gas, gjitur me shpinë e Edi Ramës, ja ku shpi e Edi Ramës. Kalan makinën në aty, dhe është fut me një mjetë tjetër ose në kamë. Ja ku e keni. Po qanë deshte kyte Ejda Gas, më thoni muë. Kalan makinën, pra, dhe makina është gjetur, dhe ka paguar 1,1 milion lek. Një gjobë të majme i kanë vu. Urdo? 11.000 lek të vjetra. Atë lek të vjetra, më fali se i lizova për 3 euro ato. Mirë atër. Kamat nuk ka fare, por është kap në zonën e krimit. Është kap peng në zonën e krimit. Po, ja u kam thënë, Surreli është zonë krimi. Sepse çdo tull është vendosur aty mbi vjedhje të pastër qytetarëve shqiptarë, e kanë paguar qytetarë shqiptarë çdo tull të Edi Ramës, që është vendosur, çdo metër katror që është aty është e vjedhur, në kundërshtim me ligjin, ndaj dhe opozita e ka shpall atë zonë krimi. Dhe ky tani, ja ku dëshmia, ka lanë makinën aty. Ja morën apo s'ja morën me karutrecë, këtë nuk mund të them. Por një gjë ditë sigur, që aty nuk lejohen parkime, se kjo është, janë sarajet e Surrelit, forbidden. Askush s'mund parkoj. Kjo është e vërteta. Natyrisht, këta janë disa element, po ajo që flet më shumë se çdo gjë tjetër, janë fitimet 22 milion herë më shumë brenda 4 muajve se sa kapitali fillestar i investuar në EA Solution. A mund të imagjinoni ju hajdut në një shtet të këtyre përmasave? Të gjitha këto në kopshtin privat të Edi Ramës. Nuk ka provokim më të madh për shqiptarët. Nuk ka fyrje më të madhe se sa çdo minutë që Edi Rama qëndron në pushtet. Ja ku është kapur pra. Ja ku është kapur. Kompania e kopshtit ti
me 22 milion herë fitime më të mëdha se kapitali fillestar brenda 4 muajve. Kush mund të imagjinonte këto? Edi Rama ka vendosur të përdor të gjithë brutalitetin e shtetit për të mos dhënë dorëheqjen, por populli opozitar do t'i rezervoj atij fundin që meriton. Fundin që meriton. Këto kisha sot. Tashmë, ashtu sikur se keni akuzuar, maxhoranca po refuzon që të mbledh këshillin e mandateve për heqjen e imunitetit të zënjës Balluku, ndërkohë që kreu i qeverisë Edi Rama shprehur të paktën publikisht që do të pritet më parë të flasë gjykata kushtetuese. Keni një koment për këto? Po, kam një koment. Vetëm dje, dy gjykatës Sklever, dy gjykatës të gjykatës kushtetuese, Sklever Mjeran të pushtetit, u deklaronin miqve të tyre se e kuptojmë që Edi Rama ka marrë fund, po përsëri na kërkojnë që me datën 18 të votojnë favor të tij. Kjo është e vërteta. Dy gjykatës kushtetues, Sklever të pushtetit. E dini ju, lexoni librin e gjani kush janë. S'ka nevojë. Aty ka dhe gra, nuk po them gratë, burra, dy burra. Gjykatës Sklever të pushtetit u deklaronin miqve tyre në mënyrë të pavarur se ne e kuptojmë që Edi Rama ka marrë fund, po prapë na bëjnë person të jashtëzakonshëm për të votuar për të me datën 18. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe nuk kam asnjë lloj mdyshje që ai nuk do heq imunitet, sepse të parin imunitet që heq do detyrohen të heqë të dytin të vetin, dhe këta nuk e bën. Nuk e bën. Atëherë, populli opozitar do flas me gjuhën e tij më të bukur, gjuhën e luftës për liri dhe dinjitet. Zoti Berisha, në mbledhjen e parë të Këshillit të Mandatit, ku ishin të pranishëm edhe prokurorët e SPAK-ut, këta të fundit kërkuan si kohë të fundit që i lanë qeverisë 3 deri në 5 ditë për mbledhjen e seancës së radhës që maxhoranca kërkoi ta shty. A është ky sinjali i parë që Partia Socialiste po i kundra përgjigjet SPAK-ut? Faleminderit. Po e bllokon SPAK-un, s'ka diskutim. Ajo 3 deri në 5 ditë ka një gjë. Direkt i pandehuri, ose avokati, ka të drejtë të kërkoj një kohë për të lexuar dosjen. E ka të drejtë, është e përcaktuar në rregullore. Dhe kjo kohë, që në rastin e Sali Berishës nuk ishte as 2 orë, në rastin e Lubis u shpall 3 deri në 5 ditë. 3 deri në 5 ditë. Por, ishte thjesht ata si të thush, prokurorët,